Populli ndëshkoi, historia i haroi, nga lider shprehse në zëra pa ndikim, fundi politik i Visar Ymerit, Dardan Modiçajit dhe Shpend Ahmetit, tradhtia që soti vetë shkatrim. Dikur në bazë një lëvizje që ngrihet shpresat për një ndryshim të vërtet politik në Kosovë, sot është shpërndar, pa parti, pa mbështetje popullore dhe me kredibilitete të përçeduara. Historia e Visar Ymerit, Dardan Modiçajit dhe Shpend Ahmetit është një tregim plastike atyre që nisën si reformatorët dhe përfunduan si përçarës të dështuar, të nënshkuar nga populli dhe të zhdukur nga harta politike. Kjo analizë synon të tregojë me tone kritike por të argumentuara, se si ndarja nga vetëvendosja u kthye në një dështim të plot, jo vetëm për ta si individ, por edhe për vizionin që pretendonin të përfaqësonin, idealizimi i vetëvendosjes dhe besimi i thyer. Vetëvendosja u themelua si një lëvizje kundër pushtimeve dhe për vetëvendosje popullore me Albin Kurtin si figurë qendrore. Në fillim shumë e shihnin si utopike, përfshirë edhe mua. I kritikoja si një grup që po e prishte matematikën e dialogut të kontrolluar nga elita politike. Visar Ymeri, një prej ideologëve të parë të së majtës radikale brenda VV-s, u bë zëri intelektual i strukturimit politik të saj. Kur Kurti dha dorëshe në vitin 2015 për të mos u bërë lider i përjetshëm, Ymeri u zgjodh kryetar. Në letër, ky ishte një hap drejt socializmit të partisë, në praktik nisi procesi i përçarjes. Përçarja e brendshme, ego dhe jo ideologji. Mes viteve 2016-2018 nisën përplasje të mëdha brenda VV-s. Grupi Visar Ymerit bashkë me Dardan Modiçajin dhe Shpend Ahmetin shtynte për më pak institucionalizëm dhe strukturë, duke kundërshtuar stilin më vertikal të udhëheqjes së Kurtit. Por në vend të debatit të shëndetshëm ideologjik shpërthyen akuza, prapaskena dhe përpjekje për të dobësuar figurën e Kurtit. Tensionet kulmuan me dorëheqjen e Ymerit në vitin 2018. Pas tij u larguan dhe Modiçaj dhe Ahmeti. Në vend që të ruanin lidhjen me bazën dhe idealet e përbashkëta, ta krijuan Partinë Social-Demokrate PSD, një projekt që u perceptua me njerëz të motivuar nga inati dhe ambicia personale, jo nga nevoja për alternativë politike. PSD, një parti pa popull. Në zgjedhjet e vitit 2019-2021, PSD-ja dështoi të sigurojë ndonjë mbështetje domethënëse. Shpend Ahmeti, dikur kryetari i Prishtinës dhe një prej figurave më të spikatura të VV-s, u tërhoq nga politika. Ymeri dhe Modiçaj mbetën aktiv si komentues në media, duke kritikuar Kurtin pas një ndikim real. Kritikat e tyre nuk lëvizin as çimen e krojit, për ta thënë troç, aq i ulët ishte ndikimi i tyre në publik. Në vend që të ndërtonin një alternativë të re, ata u perceptuan si përkrahasin direkt të partive të vjetra LDK-s, PDK-s dhe madje edhe Hashim Thaçit në disa raste. Publiku e kuptoi lojën dhe i ndoshkoi. Rilindja e VV-s dhe fundosja e përçarësve. Victoria plebishtare vetëvendosjes në vitin 2021, me mbi 50% të votave, ishte një kthim i fuqishëm i Kurtit në krye të politikës kosovare. Ajo vetëm që shkatërroi sistemin e vjedhur të korrupsionit dhe klientelizmin, por dhe e zhbëri përfundimisht iluzionin e një alternative përçarëse. PSD dhe eksponentët e saj u zhdukën pothuajse nga skena. Ata që dikur ishin shtylla të VV-s, u kthyen në komentues të dështuar, që kritikojnë për të mbijetuar në diskursin publik, ndërkohë që historia i ka hedhur në harres. Përfundimi nga shtyllat të lëvizjes në faqe të zbeta të historisë. Visar Ymeri, Dardan Modiçaj dhe Shpend Ahmeti zgjodhën të sfidojnë liderin që i solli në politikë, zgjodhën ambicien personale mbi misionin kolektiv, u përpoqën të krijonin një alternativë por pa ideal, pa besim dhe pa vizion. U ndëshkuan me votë, populli ndëshkoi, historia i harroi.